Gjiri i Alit ndodhet 5 km larg rrugës nacionale Vlorë-Sarand, pasi kalon fshatin Buno. Është një nga plazhet më të bukura joniane, shtrirë mes kodrinave i rrethuar nga shkëmbimt. Joni kristalt të ofron kontraste ngjyrash mes blu së thellë dhe smeraldit. Të rinjt, vizitorët apo turistët e kanë gati pamundur të mos e vizitojnë atë. Puriali këtë vit nuk u popullua vetëm nga turistët destinës, por edhe nga 300 të rinj, pjesë e programit të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, leadershipi, administratorët e rinj publik. Krijimi i kësaj shkolle verore e largon këtë grup mosh që kryen praktikat në administrat, larg librave dhe procedurave të zakonshme të trajnimit dhe të sfidave, duke zhvendosur në një nga perlat e jugut. Qëndrimi disa ditor u jep mundësi të përfitojnë një eksperiencë të veçantë, trajnimi, formimi, këshillimi, për qenë pjesë administratës publike, por edhe për t'u argëtuar mes lojrave, aktiviteteve sportive e garave në ujë. Pjesëmarrësit janë nga Shqipëria, Kosova dhe diaspora, mbështetur nga projekti Ministrisë së Mirëqenies, që ata të përfitojnë një eksperiencë në administratën shqiptare. Lektorët që ofruan kurse ishin nga shoqëria civile, administrata publike, ndërsa çështjet që zunë vend në panelin e diskutimit pranë kampingut ishin ato të mjedisit, vullnetarizmit, punësimit, shëndetit dhe aktivitetet të ndryshme artistike, kulturore dhe sportive. Ata qëndronin në kamping, të mirë organizuar dhe sipas stafit u punua gjatë që kushtet të ishin optimale. Pëlqen për arsye sepse ajo çfarë është më e rëndësishme është që janë një me mjedisin, domethënë promovojnë atë qëndrimin eko në një farë mënyrë dhe qëndrimin që janë pro mjedisit. Dhe për këtë arsye, në momentin kur çadrat janë cilësore dhe janë të mira, absolutisht i preferohen. Dhe nuk është se kemi parë domethënë apo kemi ndjerë vështirësi për akomodim apo përshtatje me çadrat që ndodhen në kamping. Do ta shohim ta kampingin? Patjetër që po. Është në fakt nuk ka shumë që është sistemuar një prej gocave e cila është pushuese këtë fundjavë. Kjo është domethënë një prej çadrave në cilat sistemohen dhe akomodohen pushuesit tanë. Sa mund të rinë në një çadër sa persona? Çadrat janë gjithmonë të përmasave të ndryshme. Kjo mban 2 persona, domethënë është përgjithsisht preferohet për persona çifte ose secila ka specifikën e tyre, por kjo domethënë mund të rinë lirshëm 2 persona, ndërkohë që janë të gjitha llojet e çadrave për 3 persona, çadra familjare dhe po ashtu çadra teke. Që ka vërtet shumë komode. Jemi pritur të vish kur të duash, e të strohesh në kamping. Faleminderit. Kishte vende edhe për relaksën, hijet e pemëve. Ditët janë goxha interesante, ke mundësi të njihesh me të rinj të tjerë, me persona që kanë të njëjtin interes si puna jote, kërkojnë të njëjtën gjë, kërkojnë të përgatiten sa më mirë për ato që vjen e radhës një jetë pas shkollës, arsyeja dhe për cilën jemi pjesë e këtyre praktikave. Dhe ke mundësi të shkëmbesh eksperjenca, pse jo edhe plazhi, edhe është një eksperiencë interesante, e lezetshme të thoja. Kemi mësuar se si janë procedurat për të bërë pjesë administratës publike përmes departamentit të administratës publike. Kemi mësuar se si janë sjelljet e rinjve në raport me kursimin e energjisë, në raport me elemente të ndryshëm të cilët përmirësojnë cilësinë e jetesës sado pak, por nëse të gjithë ne i ndjekim këto shembuj, efekti është maksimal. Të tjerë të rinj në kohën e lirë zgjidhin forma të ndryshme argëtimi. U kalojmë shumë bukur, më thënë është një eksperiencë shumë e mirë. Njohëm njerëz të rinj të cilët na dhanë mundësinë që të shkëmbejmë eksperjenca. Falenderoj ministrinë për mundësinë që na dha. Ku i vijoni praktikën tuaj? Atë praktikën e vijoj te institucioni i sigurimeve shoqërore. Është një institucion mjaft i mirë, mjaft mikpritës, i cili na jep mundësinë që të zhvillojmë më tej edhe profesionin. Projekti i shkollave verore shihet kështu. Shijuam tërë të ditë kemi shijuar, përveç aktiviteteve që janë bërë, përveç seminareve që kemi marrë pjesë, ku jemi informuar për organizatat që janë hapur të reja, për ato që janë ekzistuese, që vinë në ndihmë të rinjve. Ka qenë një aktivitet shumë i mirë organizuar, shumë argëtues në të njëjtën kohë, me shumë aktivitete, ja kemi kaluar shumë bukur.
ky është viti i dytë i programit të leadershipit dhe me sa duket, ky organizimi e ka arritur qëllimit për ta kthyer në një nga momentet më të veçanta të rinjve. Ministri Klosi, shoqëruar nga Ministri Harito, nga Ministri i Diasporës së Kosovës Valon Murati dhe ambasadori i Hollandës në vendin tonë, që në pjesë e programit të leadershipit. Ministri Klosi inkurajoi të rinjt për të qenë pjesë e një programi të tillë, duke sjellë një shembull nga vetja, mbi 20 vite më parë. Kur kam qenë më shtuar dhe aplikova në administratë publike, edhe u bëra, fillova në një pozicion më të thjeshtë që ka pasur administrata në atë kohë, me ekspert teknologjisë informacionit, edhe pastaj karriera më ndihmoi që të kaloja të gjitha zyrat me radhë, po ato ditë mbaj mend shumë mirë që ka qenë dita e parë e punës, kur duket sikur hyj në një vend që të merr frymën. Edhe ne gjithë idenë e shkollës së administratës publike, gjithë internshipin, me këtë ide kemi, për t'i ofruar një mundësi të artë, të rinjve të diplomuar, tashmë edhe jashtë vendit, për të pasur mundësi që ta njohin nga afër administratën publike. Klosi e konsideroi shkollën verore në dobi të rinjve që janë më të aktivizuar në rezultate më të mira, që pas praktikës ata ta shohin administratën si vendin e punësimit të tyre, pa burokraci dhe të realizueshëm për karrierë. Kjo është e vlefshme jo vetëm për të rinjt nga Shqipëria, por edhe nga Kosova e diaspora. Realisht që ka ardhur koha që ne të mendojmë shumë për ata të rinj dhe të reja që tashmë kanë një energji të jashtëzakonshme, por që do duhet ta shfrytëzojmë dhe prandaj në këtë program të ri të internshipit për administratës publike, ne hapëm dhe për shumë dhe ja dedikuam të rinjve të diasporës, të rinjve të Kosovës, të rinjve të trojeve, për të njohur më mirë administratat tona. Unë jam shumë i kënaqur që ne arritëm të mbajmë një nga premtimet tona që duket i vogël, por realisht është një premtim i mbajtur dhe tashmë një traditë e fituar. Një pjesë e madhe e studentëve të rive kthehen, vinë Kosovë, kthehen tek familjet e tyre dhe kemi vendosur që ta krijojmë një hapësirë që ta shfrytëzojmë përvojat, dijet e tyre, por njëkohësisht edhe t'i afrojmë me vendin dhe me institucionet e vendit. Këtë projekt e kemi diskutuar në takime të shumta që kemi pasur edhe me ministrin Klosi dhe kemi vendosur që si vjet si ta zgjerojmë. Ministri Harito ju referua të dhënave të një viti më parë, por të thonë se të rinjt nuk janë të favorizuar politikisht në këtë program. Kanë konkuruar 32.000 kandidat. Vetëm vitin e kaluar kemi patur 1.000 pozicionet hapura dhe vetëm 60% e tyre të plotësuara. Dhe pse ja u them këtë shifër? Ja u them sepse nëse gjithë akuzat balta, shpifjet që janë të rëndomta në këtë vend do të ishin të vërteta, nuk do të kishte asnjë pozicion të paplotësuar, sepse nëse do të kishte politizim, nëse ne do të vendosnim, paravendosnim njerëzit që fitojnë konkurset, do t'i kishim plotësuar të gjitha vendet, është kaq e thjeshtë. Fakti që vetëm 60% e vendeve, 65% e vendeve janë plotësuar vitin e kaluar, është garanti më i mirë që ky sistem funksionon. Një diskutim i vlefshëm ishte ai me përfaqësues të UNDP-s, me qëllim rritjen e iniciativës së vetbesimit e sipërmarrjes, nuk munguan informacionet mbi shëndetin riprodhues dhe këshillat e domosdoshme për të. Pas orëve të trajnimit dhe kinemas, koha ishte e kampionatit të volejbollit, për t'u argëtuar, por edhe për të nxitur shpirtin e garës. Pas 5 ditëve qëndrimi, ata do të kthehen në Tiranë për të vijuar praktikën profesionale në institucionet qendrore dhe lokale. Me siguri, nga shkolla verore do të marrin kujtime dhe eksperiencë më të bukur në një nga bregdetet që të frymëzon dhe të lë hapësirë argëtimi në ditët e nxehta të korrikut.